E tani koha është për kronikën e fundit për sot, e cila është realizuar në Drenic, atje ku Arben Avdiu së bashku me familjen e tij dhe në veçanti me nënën 81 vjeçare Zoj Avdiu vazhdojnë me përkushtim punimin e tokës duke arritur sukses të dukshëm në fidanishtën e tyre. E ndjekim bashk. Në mesin e gjelbërimit që merr jetë çdo ditë, Arben Avdiu së bashku me familjen e tij po ndërton një histori suksesi në fidanishtën e tij. Gjatë vizitës sonë pam nga afër punën që zhvillohet në këtë sezon, nga rasadi kujdesshëm te lulet shumëgjyrshe e deri te fidanët që rriten çdo ditë. Kena fillu prej janari, të procesu kulturat prej luleve që duhet mbilën ma heret, tani të kulturat e perimeve, flasën për speca, domate, tranguj e këto. Kena fillu prej asaj periudhe kohore, prej fundit janar, diku 20 janar, edhe në vazhdimësi si jemi nalur as natë as ditë, dhe këto do ne përkushtim maksimal 24 orë. Pandër prej, s'ka ora, s'ka minutar që mund është munda prej këtu ujtë, për shumë me thonë që të lamë mrapa edhe të fokusu në një aspekt tjetës tjetër, diçka. Kështu që do një angazhem kjo punë maksimal. Po, fillimisht do të mi pas kushtet optimalin, një farë, periudat e dimnit, banement, temperaturat mundën me konë me qenë se për fatë po morin dimnat e butë këto vite. Duhet me pas një temperatur optimalin, temperaturën kushtet dhomës të paktën 18 gradë për me bi një farë. Na jena munun ato mundësit tona me kriju ato kushte për me shtim më zhvillu një farë për me bi dhe me orën që të gjendit tash që është. Kina me një aspekt infrastrukturës jena munun ato metodat tona, një nëzemja qendrore kaldohe kështu që bojna me thënë gjillë, edhe që janet ujtë e ngratë nërkit paletën poshtë, edhe kryon ato kushte për më zhvillu një lloj i perime, për shembull, në këtëra specat apo lullet që. Faktikisht, mas pare një ditë që qelët e na duhet në rënd parë në 6 ora këtu më hapa aerosjet, vejsa e natës më largu gradualisht, me hapat e ditës që janë të rri temperatura. Tani shofëm kaliqshmerin sa mundet mi rezistu bima në bazë të kushtet klimatike që janë. Aerosjen mi hap ma shumë, mi ullë, mi rri temperaturën, nëse ka nevoj duhet edhe me intervenu me ujitje gjatë qasoj periude ditore. Për ata janë etapa që duhet shumë me kohën vigilent edhe mi përcjellë vazhdimësim nashta edhe me minuta, se në këtë pranverë kina vështirësi me kushtet klimatike. Nuk janë favarshme as pak deri këtu kohëna. Arbeni na flet për përkushtimin ditor, sfidat e punës në bujqësi dhe rëndësinë e kujdesit në çdo fazë të rritjes së bimëve. Po na kena fillu prej një niveli shumë, moj me thonë 0, por në 0, kena qenë me hapat një urive, edhe me kohën kena pas sfida dhe barriera shumë të mëdha, edhe kena pas vështirësi që sot në ashta kur të nalëna dhe i menoj thamë që është kom pas mundësi ashtë apet mi dëpërtu ato gjona. Kështu që me kohën kena arë të avansu dhe kena më rrinë në nivel paka shumë i njohë dë gjona, se kjo lëmija është e pak ufishme. Kështu që kena mujt me mërim një përkufizim sa paka shumë me nejtë në tama një nivel stabil. Menoj që nashta deri diku një do sene. Se përket punës modernizimit ka nevoj hale ma shumë. Kina nevoj se klasa punës është munges, intensi. Na ka dash mu reformu shumë gjana pa dashje. Me kalu në disa forma dhe metoda tjera të
punës, që ma heret kena pas klasë punës pak ma të lirë, ma letë kena pas mundësi me gjithë punëtorë, tash s'kena mundësia të me mo, kena përdor pletë shtallës, kena përdor dhejtë natyrës, edhe kena përpunu ata, edhe kena mjellë fidanët, po në ka desht kopikashe madhe, dhejut edhe plejët mu përdor në forma fizike, që tash vetë s'moj se kam atë kapacitet me punë, e kështu që tash në ka desht me investu në homuset gachme që vinë për i vene tjera, për mi letu punën, se punë e ronë fizike, me dhon parët gachme shumë, edhe për natë kurët fitimi, paka shumë, është pjesë e riskut, po do të me nda për mi letu punën, pak me mujtë një parë stabiliteti financiar. Edhe fizik ashtu në lodhe mi letu. Unë po flasë për vetën, për tjerëve ananës, unë po flasë për sa i përket mirat shtetit që më kam prejkë mu, ose mirat komunës që më kam prejkë mu si individ, ose si fermer, as pak. Janë zero. Me qenë se jam i sfidun për i Ministrisë Bujqësisë që 6 hera 6 që jam që i bëj kërkesa dhe që kom banë projekte, kom realizu projekte enorme në teren edhe së më kanë përzgjedh, më kanë sfidun shumë aspekte, me qenë se edhe së më nalë në to që ata menojnë edhe ata e shprejnë edhe e bojnë terenin e tyne. As pak as komuna nuk në ka përkra, as nuk në përkra as Ministria Bujqësisë, unë sa i shë projektet Ministria Bujqësisë që jep, i shë projektet që të pavlefshme. Nuk përzgjedh, nuk do të thotë që një njëri që do m'ja nisë për fillimi mos më dhati për kraja. Po të paktin më monitoru edhe më pa në teren që apo funksionan qaj njëri, apo që apo banë. Ashtë pare poplit kjo. Nuk po thamë që mu m'jep mu edhe mu kur mos të m'jep, se unë kom fillu prej zerës edhe apet me nejë me vazhdus, me nejë më nalë. Po është qëllimi që të paktin mu zgjidh njerëzit që me dojnë punën edhe me nejnë mu avansu dhe me ecër para, që dikush tjetër që e sheme marë si shablon, si shambull ata që ky po din edhe po ecër para dhe po avansohet këtë rritim. Jo që tash kena plot sera që janë djerina dhe janë metë për kill hekër më shit, tash vëllai murraj edhe shiti edhe të marrë dhonët të shese që boni pare me pare të shtit. E në këtë atmosferë pune e pasioni, zëri nënës vjen plot krenari, duke treguar për arritjet e djalit të saj. Kam knatësin që një intervist këto në fshatin Abrije Poshtme të agrofidanishtja Arbeni ta realizoj me një grua të fort, me Zoj Avdiu, nënën e Arbenit, e cila edhe pse tani është 81 vjeqe, ajo ende punon dhe i ndihmon djalit të tij në bujqësi. Faleminderit shumë për kohën edhe tregom ai lodh spore. Jo, si më lodh fjen. Kur pishoh mirë, unë po fluturoj. Po, mirë është, shumë mirë është, vetë po lodhna. Sa je krenare me ta? Bëll, jam krenare, bëll, kur pishoh ymri po më rritet, më ngatët me dalë. Tregam çfarë pune je të e bu këto tek modulat? Jam të qitë lule lakna. Po, farat e lule lakna. Farat lule lakna. Edhe kështu, gjatë ditës ti ndihmon djalit, vjen edhe këtë punë e bën kështu ulën? Po, thënë kam jurë ullën, më ka hi dizvenin, po punoj. Sa orë qëndron kështu? Doktorët në akşam kur dalim. Dilni bashkaresht edhe punoni bashkë? Jo, në dalë, se kjo ka me i vadite, ka me i këqyrë, unë dalë ma për pora, këta me lanë të i vadite. Tregam sa ka ndryshu bujqësia atëherë edhe tash, kur e mban manti... Atëherë u ka ma keq, u ka ma shtirë, u ka ma keq, u ka me tana. Ta shenë hem dërila për përënije tanë Amerika bo. Sa atëherë ka në shkuha, kina kur, kina prashit, kina boboshe, kina pos lëp, kina pos dhen, tanaj kina pos. Edhe si një lodh kur të punë? Kur si një lodh, kina kur gjithë ditën gjinushëm, kur si një lodh. Edhe i kom pos thmin, e i kom harnu thmin mas dargë, kërsha gjithë ditën, kur visha i qërsha thmin, ajo që kjua ja, e marsha punën, e unqsha, dhe këtër të në katin sabah. Sabat ajo qojshëm, ishtisha ka 12 copa bukë, me pjek. A me ndonë që kjo punë që e ke but ka mbajt diri këto sot ku je, edhe vazhden hale me qenë e fort? Halo, me daj kur të më thëjnë ki që ka vjetë që ditëna. Thamë pëse ata në disa vjetë i kanë, të nëzohë marë e për jesin, e unë e ju. Unë satë mojtë që jesi, ma mirë kam trupin. E që dalë, ojri maj mirë, maj pastër, dalë, sëri.
Djali thot, rrese e lëdhë, birë po shë, unë s'moj. Kur bije, lëdhë trupi ma fort, ranëhet ma fort. Kështu kur jam të punu ju, të tëhna ma mirë, ma kalaj. Këto fara ka që dvogla që janë tipi isha shumë mirë edhe krejtë se cilën për e vendos ka nja. Po. Qështë ka tregu djali, se tash ka avansu bujësia, atëherë jo këtë punë se keni bo, tash ka ndryshu dhe apo mendon që është ma mirë tash? Ma mirë a shumë. Edhe kur për isha të punu dhëtë, më zemra po më rritët. Po, djalin edhe rritë. Po, i punojnë, unë e për veti këta dërinë taj të i vadit, të i hidis, unë e shkët. Ma banë më sërë se erat më nënë. Nuk rrish, dalë, zemra më rritët. Këtë jetër ka s'ka me që të mërët. Edhe që të mësë me pasë ka me bë. Po, cilat janë ato këshilla që ja ke dhonë, kur ka fillu mu marrë me bujtësi djali? Po, Allahi mirë që në atëherë kina hjekli që ka jemi shumë, se nuk ka pas harallaka, s'ka pas me qka, s'ka pas qysha. Njëherë kina nisë me vëzë. I më shke bëk, u duke mi kallë vëzat. Këshkë i kënë fakultet, na me qik, ja kallë shumë, ja hidë shumë dhe në të i pike. Ta i hajtë i hjekja ata me një kaftar, që të rënë tana. Disë mirë. Kundaj që kina hjek mirë bëllë. Po, e vërtet. Me tana. Ki vesh, ki mat, ki hek, ki pi, qka dush. Qka po mendon për këto qikat e reja që s'po e dojnë bujtësi? Ai, më sëm shtim me full për të. Më sëm shtim me full. Ti, a bësha i ki 81 vjetë edhe hale vazhdojnë mu marrë me bujtësi kështu? Po. Qka me vetë për qikat të në tashit? Cili kish me qenë një mesazh që ja u kështë edhon qikave të reja ose graven që e ka një pjesë tokë, mos me lonë djerin, me punu? Më së shtim me full. Kris, po të shti me full. Qka s'dalin me punu, më e thot delni, aji, qka kini punu, jo nësë punujmë. Si zhrytëm të urtë, si lëdhëm të urtë, si lëdhëm vetë. Hajde dalim qytet. Ty që ke punë qështu s'po të lodhë, të i vendos ka një kështu farat? Jo, veç ka të leviz të rëmpi. Ta pa të shtina të dorë shtu, a? Jo. Jo, Allah më thonë, bili jo vje mërzi. Që? One ty të rej shumë shëndet, edhe ishala kështu vazhdojnë me indimu djallit edhe me qenë kraj djathti ti. Ishala. Falimderit shumë, shumë falimderit. Uve shumë. Një histori që dëshmon se puna, përkushtimi dhe dashuria për tokën sjellin fryte të qëndrueshme ndër breza.